basement apartment I rented. Foto kësaj se është këtu. Domate. During the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday. Si jeni? Ne dolëm edhe thash po filloj dhe vlogun që sot unë më mirë. Po e fillova sepse kjo koha ishte ngrohtë, diell, çfarë t'ju them. Tani erdha këtu se doja të beja kafe. Sot kam qumësht edhe nuk kam kafe. Do pres Endrin të vi që t'i them të më sjell kafe. Endri në fakt po më thot për të dalë, po nuk e di ku do ikim edhe ç'a do bëjmë. Por shqetësesi. Do i them të më sjell kafen, pastaj të shikojmë të tjera ç'a do bëjmë. Po më thoni tani si ju duket cilësia e video, sa ka ndryshuar do pak. Mua më duket sikur është shumë më mirë tani se sa me telefonin e parë. Mora kufjet sepse dua t'i provoj. Këto kufjet mi ka sjell motra me punatin, që kur kisha Samsungun domethënë. Këto janë për iPhone, mi kishte marrë gabimisht, edhe shumë mirë që mi kishte marrë se tani do më hyj në punë, kështu që do i provoj çik. Janë këtu. Vendosim të njerë. Okej, u lidh. Besoj se më dëgjoni më mirë tani. Këto kufjet janë shumë të mira, sidomos për jashtë që bëhen shumë zhurma. Si këtu në shtëpi nuk e di, nëse do i vendos gjithmonë domethënë. Po jashtë është e sigurt që do i marr edhe do ju flas më shumë. Okej, po më pëlqen deri tani, sepse është vlogu i parë që po filmoj me këtë telefonin e ri. Edhe ju pres në komente për të më thënë si ju duket. Lighten up, take me on the magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to. Shkon qa mora unë? Shkoni more? Morëm këtë dhe tani ta vendos. Po bëjmë të lojën. Po vendos edhe Big Brother. Shëndeta për mu. Po pi moj. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all. Po dalim, është e diel, ikim në Tiranë. Nuk kemi ndonjë plan se ç'do do bëjmë, po të shikojmë. Paqim. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about it. Pero ore, jo kështu do a verë. Ka është vera? Unë do marri verë. Çfarë verë? Alkohol. Po ikim në shtëpi, kemi diku këtu në Durrës ka ndaluar Endri të marrë kafe, apo më ndjekin tepër sut. Do të flas nesër më shumë. Natën për sot. Këtë i gjella, te i lavatricia, e sigur që s'po dëgjoni asgjë.
të ndaloj njërën pak. Jam veshur, jam bërë gati sepse do i kitë marrë Olën, po si fillim do ta bëja një 2 punë vogla para se të isja. Si për shembull të hap këtë e morëm dje. Shkuam Kastilet e Xhampo për të marrë këtë. Është ngjitës i 2 anshëm, që është nga të 2 anët domethënë. E mora sepse dua që të ngjit këtë tapetin rrugicën që kam për këtu në korridor, nga që lëviz shumë, ikën që noshin me vrapë rëshket dhe kam frikë se kthehet edhe pastaj më fillon më kafshon, më prish. Edhe është e re, sapo e bledhëm, kështu që nuk dua kurse si që të më prish. Mora këtë që ta ngjit, do të thënë poshtë e pllaka dhe sipër tapetit, dhe kështu nuk besoj se do lëvizim më, edhe që noshi nuk do merret shumë me të ja. Do e vendos edhe këta, po kam edhe çantën këtu që dje. Nuk është se blevëm ndonjë gjë të madhe. Si fillim shkuam tek Liçeni. Donim të bënim gjëra aty, po sa shkuam ne iku dielli, kështu që filloi të ftohej. Plus që ende po i kaj. Shkuam hëngrëm tek Fish Time, po. Aty shkojmë gjithmonë kur jemi në Tiranë, plus që Endrik Terna kishte borxh këtë drekën, sepse nuk hëngrëm dark për ditëlindjen e Endrik, nga që shkuam tek një restoran që shkojmë gjithmonë edhe në Verë, në Vlorë domethënë, po ishte mbyllur. Tek tjetri që është i njëjti po ka 2 vende, mua nuk më pëlqeu orën e fundit, kështu që nuk doja aty. Pastaj Endrik kërkoi disa të tjerë. Thoshte jo po si do jem, jo po kështu, jo po ashtu. Diçka i thash, shkojmë më mirë atje ku ham gjithmonë tek Properi, edhe jemi në rregull. Kështu që shkuam në Ngrëmbisa dhe këtë drekën domethënë na i kishte për borxh. Pastaj shkuam edhe tek Euroshop, se donte Ola lodër patjetër. Kështu që mora një 2 gjëra, shumë pak. Mora këtë për qenushin, nga që i përdor akoma një të Kikos, po ky e këputi se normale është shumë herë më i fortë se Kiko. Ka këputur pjesën e ripit, domethënë. Pjesa e trupit që kapet e ka në rregull. Pjesë që shikoj lart unë dhe nuk shikoj këtu. Jam mësuar me telefonin vjetër, po nisë. Edhe po thoya që pjesën e trupit e ka në rregull, kështu që mora vetëm këtë. Kjo është shumë e zgjatim. Shpresoj të mos e këputi këtë. Nuk e di. Edhe gjithashtu shpresoj të jetë mirë. Okej, një. Pastaj për vete mora sërish kufje, sepse ato kufje që mora për telefonin tjetër dolën jashtë përdorimit. Edhe po mora këto më pëlqyen sepse i kam përdorur, domethënë nuk jam të brenda, është kesh kutia. I mora mbrëm. Mori Ola këtë, që është kështu si tip tableti për të shkruar. Ja. I pëlqeu shumë, mori edhe një lodër tjetër. Këto morëm dhe u kthem në shtëpi. Unë tani si thash që do vendos këtë, do mbaroj lavatricën, ti ndej dhe këto, kam dhe një tjetër. Këte po bëj gjellën, po bëj supë me brokoli, edhe po do ikit marolën, pastaj dua thjesht të ri, të ule pak, sepse kam tërë mëngjesin që merrem vetëm me këtë. Tani që u fillova çik thash, ok, po dalë dhe pse flokët nuk i kam në gjendjen e tyre më të mirë, jam bërë për të larë, por nesër. I hodha supës edhe makaronat vogla, e tani është gati. Duket sikur ka dalë mirë, po të shikojmë Endri do na japi vlerësimin. Këte kam një mal më inj që i kam larë, por nëse mos i shikoni. Bëra edhe një porosi, një 2, domethënë 3 lule kështu qërinj për mësueset e Olës. Më duken shumë të veçanta dhe mezi po pres më vinë që ti shikoj si do jenë. Dhe atë porosisja edhe për vetë, tash po marr një herë këto, se edhe është porosim, pastaj ti shkoja prap lerë dhash, do marr një herë këto, pastaj do porosit dhe për vete. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. You sign me up. Mora Olën nga kopshti, mora dhe pakon. Kam porositur një 2 lule kështu si qërinj për mësueset. Kanë 7 marsin, do ja u tregoj direkt tani. Ta hapim. Shumë të bukura, shumë. Shikoni qik sa të bukura. Edhe këto janë nga kjo faqja këtu, që do ja u le diku të shkruar.
basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Mirëmëngjes. Unë jam bërë gati sepse do dal me mamin e shoqes të Olës. Më pas do ikim të marrim të dyja bashk. Po pres tani të vi edhe të dalim. Keni në shtëpi? Po, të vegjël, jo nga bash. Mora Olën nga koshti edhe shikoni. Kishim bërë këto për festën. Sa të bukra i kanë bërë. Edhe këtu brenda. Këto i ka bërë Adrola e sigur, këtë s'besoj. Edhe emrin e ka shkruar vet. Shumë të bukura. Këtu. Tani do ndrohen, të shikoj çfarë do bëj për drek. Po si fillim do ndrohen. Kam arruar të flas për udhëtimin, po ne përnotuam edhe të shtunën do udhtojmë. Jo tamam jashtë Shqipërisë, nuk po ju them më shumë, po besoj se e kuptoni. Do rim të shtunën edhe do kthehemi të dielën, do me thënë i bie 2 ditë dhe 1 natë. Donim të iknim që të premte në fakt, po i bie të arim shumë vonë, edhe nuk besoj se ja vlen që të shkojmë vetëm për të fjetur gjumë. Gjumin do e bëjmë në shtëpinë tonë dhe do ikim të shtunën. Kishim shumë që po e planifikonim këtë udhëtimin, se unë të paktën kam shumë nevojë për një udhëtim. Kështu që po, duhet të bëjmë gati që të ikim. Nuk është se do marr shumë gjëra, nga që do rim thjesht 2 ditë dhe 1 natë, nuk kemi nevojë për shumë, por që gjithsesi disa gjëra do i marr, sidomos për Adrolën. Edhe po, më në fund kemi një udhëtim pas goxha kohësh. Shpresoj që të kënaqemi ne aty dhe ju duke na parë ne. Dolëm prap ne, po ikim të bëjmë supermarket, mini supermarket, se nuk kemi shumë gjëra për të blerë. Në sfonda Adrola që po qamë. Te shpari morëm këto, i mora unë, patatin. I patatin e ka Endri, vaj lule dielli, suxhuk, se ishte në ofertë ky dhe është shumë i mirë. I kemi këto. Këtë ja mora Endri te makina. Uelli, morëm këto të dyja. E ishin në ofertë. Edhe shumë birra, mori Endri. Po, kaq. Rita nuk e di si e kam këtu, po nice. Për pak do la me Dano. Më lodha se keni den, mezi kam sjell dhe këtu. O zot, Adrolën, qenushin, patinën, nuk dja këtë baja më parë. Po një serësishme qertë. Që janë këtu? Domate. Domate. Olone. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Direkt sa erdha bëra banjë, se nuk po i duroja dot me ato flokët, ashtu sikur kisha 10 vjet pa i larë, nga që bëjmë ato për të ullur këto qimet e vogla, edhe mi ishin bërë o zot i madh. Nice. Kam bërë gati disa rroba, të shumta do me thënë, kam për të bërë edhe nesër shumë pak, por që të shumta t'i bëra, jam në rregull. Tani nuk kam shumë drejtë të mirë këtu, prandaj po filmoj të pasqyra, po e mbyll të vlog këtu. Bashkë do të qemi nesër, por tek
ishte vlogu i radhës për ju. Shpresoj shumë që ky vlog të ketë pëlqyer, ashtu si ju them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës me një vlog ndryshe. Bye! Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the